Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka zhvilluar një bisedë telefonike me presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump në një moment të tensionuar për situatën në lindjen e mesme. Telefonata vjen ndërsa Izraeli po zgjeron operacionet ushtarake si në Gaza, ashtu edhe në Liban. Sipas mediave izraelite, komunikimi mes dy liderëve është zhvilluar menjëherë pas mbledhjes së Kabinetit të Sigurisë në Izrael, ku është diskutuar për shkallëzimi i veprimeve ushtarake kundër Hezbollahut në jug të Libanit. Burime mediatike raportojnë se Shtetet e Bashkuara i kanë kërkuar Izraelit të tregojë kujdes dhe të shmangë sulmet në zonën e Beirutit në mënyrë që të mos rrezikohen negociatat e ndjeshme që po zhvillohen mes Washingtonit dhe Teheranit. Ndërkohë, media izraelite Ynet ka raportuar se forcat ajrore izraelite kanë eliminuar Mohamed Ode, i cili dyshohet se ishte emëruar së fundmi në krye të krahut ushtarak të Hamasit. Megjithatë, këto raportime nuk janë konfirmuar zyrtarisht nga Hamasi. Situata mbetet e paqartë dhe e tensionuar si në Gaza ashtu edhe në Liban, ku sulmet ajrore izraelite po vijojnë kryesisht në jug të vendit. Sipas autoriteteve lokale dhe mediave rajonale, të paktën 31 persona janë vrarë dhe rreth 40 të tjerë janë plagosur në bombardimet e fundit. Zhvillimet e fundit tregojnë një përshkallëzim të ndjeshëm të konfliktit në disa fronte njëkohësisht, duke rritur shqetësimet për zgjerimin e mëtejshëm të krizës në rajon.